Do me thonë fejesa, kush duhet me qenë prezent në procesin e fejesës? Po, në fejesa që u llogarit ju nika. Po, në fejes mund t'jetë vetëm djali, dhëndër në këtë rast, që do të bëjë dhëndër e fejuara edhe antarët e familjes së tij, që i bie baba ose vëlla ose dikush tjetër. Pra, sepse kjo është vetëm një premtim. Është një premtim që na im shkurt thjesht pa e egzageru, ne im pajtimit që me bë miqësi. Që kjo është premtim për fejes, që kjo është fejes. Se në kohën tonë, do thotë, gjenerata e re po kalon drejt martesë. Në momentin, por në qatë ditë që pe realizon fejesën edhe aktin martesor. Mirë, po kur i pyet, a je martun? Jo, thot unë jam fejes. E pra unë këtu po du me bani trajtim, sepse këtu tani kemi probleme. Për atë arsye unë e parashoj mbas të studimeve dhe mbas të përvojës që kam, duhet mu bani ndarje. Pra një dallim mes fejesës edhe martesës. Pra akti martesor preferoj, para pëlqej, kam ligjeru kohë gjatë edhe shumë në këtë temë, edhe në xhamin tim edhe në media, që aktin martesor, nikahin është mirë me e bë disa ditë para martesës. Që i bjen. Martesa duhet mu çka quaj martesë? Martesa kur hin dhëndër, thjesht e kanë përcaktu darsmën nuk është e obligueshme, ceremonia e darsmës, mi për në traditën tonë zakonisht, po themi për shembull me një korrik e kum shpall darsmën. Është mirë pak ditë para darsmës me bë aktin martesor. A ka në arsye? Arsyet janë të shumta. Prej arsyet që unë shoh dhe këtë kanë cekë edhe disa studius dietar islam bashkëkohor, po unë e flas edhe nga përvoja ime e vendit, duke bën një dallim nga gjenerata e kaluar, them se ka keqpërdorime. Sidomos ka keqpërdorime për gjinin femërore, ose dëmtohet gjinia femërore, vajza, femra dëmtohet, ku për shembull nëse na e trajtojmë vetëm fejes. Nëse ndodh divorci në fejes, nuk ka kurfar përgjegjësie. Burri nuk ka kurfar përgjegjësi ndaj gruas. A nëse shpallet martesa, e që një pjesë e rinisë për shembull thotë unë jam vetëm i fejun, kurse gruan e shfrytëzon si gru të martuar, që i bie përgjegjësi. Që i bie se, du t'jemi shumë i drejt për drejt, që i bie se ata edhe vetmohen, si pas 4 shkolla juridike, nëse një mashkull me një femër vetmohen në një dhomë dhe kanë pas vetëm biseda, momentin që dalin nga ajo dhomë e kanë shpall divorcin, ata trajtohen të martuar, edhe nëse kanë qenë fejes. Prandaj këto janë norma që duhet mi pas parasysh. Prandaj ne themi që nuk ban me u vetmu në periudhën e fejesës. Pse? Periudha e fejesës është edhe periudhë testuese, pra e jenë të e testu njëri tjetrin, a përshtatën në aspektin fetar, a përshtatën në aspektin mental, a përshtatën në aspektin ideor të jetës, pra që kjo është periudha fejesës. Për atë arsye ne edhe këtu e parashojmë edhe një preferencë tjetër, mos jetë shumë e gjatë periudha fejesës. Do të thonë ata munden me u taku, po jo mu vetmu. Jo mu vetmu, mund takohen, por mund takohen. Që mu njoftu që me ditë apo dojmë me vazhdu hala. Ashtu, mund takohen me prezencën e ndonjë antarit familjes, vajza, pra me vllain, prindin ose diken, ose në një ambient të hapur. Madje, nëse fejesa ka ndodhur, edhe pse s'është traditë jona, po në aspektin islam kjo lejohet që ka drejt dhëndëri me shku në familjen e gruas. Ka drejt në familje me shku edhe shkëmbejnë ide, mendime se këta janë në fejes. Pra, mirë po të trajtohen vetëm si të fejuar. Në momentin që kryet akti martesor, pra nikahi, ata kanë të drejtë, por legjitimohet fejesa edhe martesa. Çka po ndodh tash në shoqërinë e këto 20 vitet e fundit? Edhe këtu po ndodh, do thotë, konsideroj një gabim te një pjesë e rinisë. Për fakti se ndodh nikahi, kjo këshillë që kanë për prind. Ndodh akti martesor, nikahi në ditën e fejesës që pja bën për hajër edhe nikahi. Kur e pyet babën e vajzës, thotë unë e kam feju vajzën. Ata e trajtojnë njëri tjetrin si të martuar, që i bie, ai prej asoj dite e merr vetmuat me ta, shkurt thjesht kërkoj shumë mirë kuptim sqarim, po duhet audienca që ta ketë qartë, pra shkurt ata e trajtojnë njëri tjetrin si të martuar. Bajnë fjetjen, bajnë vetmien, gjitha. Ndërsa ata të tjerë thonë që ne jemi fejes. Nëse ndodh tash divorci këto, kush do dëmtohet? Dëmi në radhë parë që kanë vajzës. Sepse ajo nuk trajtohet si nuk trajtohet në fejes, po trajtohet si e martuar. Ndërsa rregullat e trajtojnë si në fejes. Prandaj nuk i takon asgjë. Pra dëmtohet edhe moralisht femra, edhe materialisht
edhe emocionalisht, edhe familjarisht. Prandaj unë mbas përvojë se shoh që periudha fejesës të mbetet vetëm fejesë, dojnë me përshpejtu martesën pa problem, mund mrana javës me realizu martesën, vetëm se e legalizojnë. Sot e bën niqahin, nesër mas nesër e shpall martesën edhe jetojnë pra në shtëpinë e burrit, siç ka qenë tradit. Jo për shembull shkon vajza, ninat e bën te i fejuari me çujt, edhe një muaj në shtëpi vet, edhe kështu edhe kur vjen ndarja, tash tham dami kthehet komplet vajzës.